Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe selavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në vargun e ligjëratave në lidhje me akiden e besimtarit, në lidhje me imanin, besimtarit kena arritur deri tek shtylla e imanit që është dita e gjykimit. E në ditën e gjykimit përfshihen shumë çështje, duke nisur nga vdekja, pastaj dietarët e kanë radhitur para shkatrimit të dunjas edhe shenjat e kiametit, dhe pas bërjes së kiametit vazhdon një prej skenave më të rëndësishme dhe më të frikshme të ditës së gjykimit, ajo është ringjallja. Pasi që Allahu i lartësuar jep leje dhe urdhëron që të shkatrohet dunjaja dhe të vdesin të gjitha krijesat, Allahu i lartësuar jep urdhër që të fryhet në surë për herën e dytë, ku urdhërohet që të ringjallen. Dhe kjo quhet ringjallja. Tash e keni parasysh besimtarët, jo besimtarët, hipokritët dhe të gjithë njerëzit janë në varreza. Disa janë bërë hije pluhur, disa kanë vdekur me qindra mijë vite, e disa nuk i dihet që kur ka filluar historia e njerëzimit. Dhe në ato momente kur fryhet për herën e dytë të surit, dhe Allahu i lartësuar e urdhëron melekun që t'i fryhen, ringjallen të gjitha krijesat, ringjallen të gjithë njerëzit. Dhe në ato momente Allahu i lartësuar i ka përshkruar skenat e dy par grupeve. Njërin palë grupi i jo besimtarëve dhe i munafikave, hipokritët, thojnë qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Të mirët ne, kush na ngjalli, kush na ngriti neve nga varret? Kush na ngjalli, kush na ngriti neve nga varret? Kjo është ajo pyetje që e shtrojnë jo besimtarët, të cilët nuk e kanë besuar Allahun, nuk e kanë besuar ditën e gjykimit, nuk e kanë besuar kështu edhe ringjalljen. Njëjtë edhe munafikët që në dukje e shfaqin imanin, ndërsa në brendësi e kanë kufrin dhe mohimin. Njëjtin fjalë e thojnë edhe ata. Ndërsa besimtarët, ata të cilët e besojnë Allahun, e besojnë librat, e besojnë me lajket, pejgamberët, dhe e besojnë ditën e gjykimit dhe janë të bindur që kjo do të ndodhë dhe kjo do të na pret, thojnë hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo çfarë na ka premtuar i gjithëmëshirshmi, Ar-Rahman, premtimi i Allahut i lartësuar, përmbushet dhe nuk thyhet. Edhe të dërguarit, pra pejgamberët e kanë thonë të vërtetën. Dhe në hadithe tjera është transmetuar dhe përshkruar kjo skenë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë do të jem i pari ai që do të ringjallen dhe do të pej njerëzve kur do të dalën nga varri. Do të jem i pari që do të qohem nga vdekja, kur do të zgjohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vijim Allahu i lartësuar urdhëron që të mblidhen, të bohen me një vend të caktuar të gjithë njerëzit. Dhe ne e besojmë këta se njerëzit do të mblidhen me një fushë, me një vend ku do të bëhen gati që të japin llogari, kur do të japin llogari. Dhe dita e gjykimit dhe para se të fillojnë dhënia e llogarisë për veprat që kena bërë në jetën e kësaj bote, vetë emrin e ka të frikshëm. Vetë emrin hala pa e kuptu ku e ka përfundimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar disa prej tmerrave, disa prej ndodhive të kësaj dite. Në mënyrë që besimtari në jetën e kësaj bote të përgatitet, mos të jetë gafil, mos të jetë i shkujdesur, e zinet në befasi, kur do të del para Allahut të lartësuar, kur do të ringjallet, po të përgatitet me vepra të mira. E në krye të veprave të mira është besimi i pastër, akidja e pastër, dhe pastaj farzet. E në krye të farzeve është namazet. Nganjëherë besimtari i neglizhon farzet dhe sikur preokupohet me kryerjen e nafileve. Nafilet janë në rang të dytë pas farzeve. Besimtari duhet të preokupohet dhe të përkushtohet në kryerjen e farzeve sa më shumë që ka mundësi t'i falë në xhami, me xhamat, sidomos ata që e kanë xhamin afër. Dhe pastaj nafilet ti mbrosh këto farze duke i rrethuar me nafile, sikur një farë lloj gardhi. Dhe kështu njëjtë pastaj krahasoj edhe me agjërimin, edhe me zakatin, edhe me haxhin e me umrën e kështu me radhë, dhe vepra të tjera të mira të cilat duhet të furnizohemi me to, nga se gjithë secili prej nesh nuk e dim kur e kena afër këtë ditë gjykimit.
këtë vdekje, këtë kiamet, kur do të na bëhet gjithë secili prej nesh, kur do të na vijë vdekja. Në ato momente Allahu i lartësuar ka përshkruar në Kur'an këtë grumbullim të njerëzve, këtë tubim të njerëzve, thotë: "Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda, wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda." Në atë ditë kur do të tubojmë besimtarët tek i gjithë mëshirshmi, si të ftuar, ndërsa të ligët, jo besimtarët, kriminalët, do t'i shqojmë tufa të etër në xhenem. Allahu na ruaj. Kjo është pra domethënë kur do të bëhet ngrumbëllimi, ndryshe quhet Yawm al-Hashr, dita e ringjalljes, dita e grumbullimit ose tubimit të njerëzve. Në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar se qysh njerëzit ku do të ringjallen. Thotë në ditën e kiametit do të ringjallen njerëzit të zbathur, lakuriç, të zhveshur, edhe të pabuar sunet. Në ato momente Aisha radiallahu anha e pyet, thot: "O Aisha, o i dërguari i Allahut, a nuk do ta shikojnë njëri tjetrin në jetën e kësaj bote, një ndryshim i vogël e vrej njëri tjetrin. Në ato momente kur njerëzit do të ringjallen, lakuriç, të zhveshur, të pabuar sunet, Aisha pyet me fitrën e saj të pastër, a nuk do ta shikojnë njëri tjetrin?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çështja është marron, si vjen kujtën mend me pyet, mi shiku njëri tjetrin. Gjithë secili e ka breng shpëtimin e vetvetes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Aisha, al-amru ashaddu." Çështja shumë marron se sa dikush të shikoj tek tjetri në ato momente të ringjalljes. Dhe ka në hadithe të tjera transmeton Abdullah ibn Abbas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: një ditë për ditëve u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ligjëroi dhe na tha: "O ju njerëz, ju do të ringjalleni tek Allahu të zhveshur, të pavuar sunet, lakuriç." Thot edhe pastaj lexon fjalën e Allahut: "Ashtu që ju kemi kriju në fillim, po ashtu do t'ju rikthejmë përsëri." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i parë që do të veshet në ditën e kiametit është Ibrahimi alayhi salam. Kështu janë disa prej skenave ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, dielli do t'ju afrohet sa një milje njerëzve, dhe njerëzit do të zhyten në djersën e veprave, në djersën e tyre sipas veprave të tyre. Dikush do të jetë i zhytur sa te nyjet e këmbëve, dikush deri te në gjunjë, dikush deri në bel, e dikush deri tek goja. Deri te goja, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vënë shaj nga goja e tij. Këto janë skena të frikshme, çfarë do të ndodhë në ditën e gjykimit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që nesin e njerëzve që janë të tmerruar, të friksuar, të kërcënuar me këto maltretime ose këto barra të ditës së gjykimit, janë disa persona që Allah i lartësuar i kursen dhe i shpëton dhe i fut në hijen e tij, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur ata 7 lloje të personave. Për tyre thot: udhëheci i drejtë, i riu që është i rritur duke adhuruar Allahun, personi që zemra e tij është e lidhur me xhamin, 2 persona që duan për hir të Allahut dhe i bashkon vetëm dashuria dhe dahen për hir të Allahut. Pastaj një person është kur një grua e bukur dhe me autoritet dhe me pozitë e fton për lidhje jashtëmartësore dhe ai përgjigjet thotë kam frikë Allahun, dhe ai që jep sadak fshehur azi, aq sa dora e djathtë, domethënë kur e jep me dorën e djathtë, e majta nuk e kupton aq sa ka dhënë e djathta propi, aq shumë e mban fshehur veprën e tij, sadakën e tij, dhe po ashtu një person tjetër që e kujton Zotin kur është në vetmi dhe i rrjedhin lotet. Nëse i shohim gjitha këta 7 llojet e personave, e kanë si emër të bashkët sinqeritetin dhe marrin parasysh të mbikëqyrjes së Allahut të lartësuar. Marrin parasysh të mbikëqyrjes së Allahut të lartësuar dhe frikën e tyre të madhe prej Allahut të lartësuar. Për mi kuptuar vllazën ditën e gjykimit, se sa e mundimshme është kjo ditë dhe sa e gjatë është, veç mjafton mi lexu hadithin e gjatë të ndërmjetësimit. Për çfarë është fjala në ndërmjetësim? Njerëzit mlidhen dhe grumbullohen dhe ankohen që të fillojë gjykimi. Pa nuk është fjala që më hinë në xhenet, me pështu nga xhenemi, vetëm të fillon. Veç që ky fakt më meditu që njerëzit janë në gjendje veç të fillon gjykimi, se aq më nuk mujmë përballu pritjen e madhe në ditën e gjykimit, që të filloj, shkojnë tek pejgamberët me radhë. Dhe në hadithin që e transmeton Abu Huraira, e shënon Imam Muslimi, hadithi është i gjatë, do të mundohemi ta përmbledhim në mënyrë të shkurtuar pjesët
më domethënë se këtij hadithi që besimtari të jetë vigjilent, të jetë i kujdesshëm, të jetë sy hapur për skenën kur njerëzit dhe kur pejgamberët dhe profetët më të mirë të njerëzimit, ulul azm min ar-rusul, janë në këtë gjendje, gjithë secili prej tyre thotë nefsi, nefsi, vetja ime, atëherë njëri besimtari kur ti shikon veprat e tij sa të pakta janë, le që janë të pakta në numër, po edhe cilësia lë për të dëshiruar. Cilësia e veprave tona lë për të dëshiruar, nuk janë në kualitetin më të mirë që të mundshëm apo çfarë kërkohet prej nesh që ti realizojmë ato vepra, me përkushtime, me sinqeritet, me sunete, me të gjitha ato çfarë kërkohet që të zbatohet një vepër. Atëherë kupton besimtari se sysh nuk duhet mu mashtru. Mas pari me veprat e tij, që nuk duhet mu mashtru me dhënien pas dunjas, vrapimin pas saj, që nuk duhet mu mashtru me shpresën e gjatë se ka me jetu gat, po e pret një ditë e gatë në ditën e gjykimit, po mirë po e shfrytëzon çdo moment të mundshëm. Çdo minutë, çdo çast me dhikr, me lutje, me sadak, me istikfar të shumta, me vepra të shumta, dhe i përkushtohet çdo hapësinë që e ka, një 5 minutësh, një 10 minutësh, merr avdes, fal 2 rekate, me shpresën që do të bëhen këto vepra të mira shpëtim për të në ditën e gjykimit. Dhe në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ia ofrojnë pak mish, një kofsh, dhe e kafshon një herë dhe thot: "Anna sayyidu an-nasi yawm al-qiyamah. Wa hal tadruna bima dhalik?" Unë jam zotriu i njerëzimit në ditën e kiametit. Dhe ju thot: "A dini pse unë jam i tillë?" Dhe ai e përgjigjen. E keni parasysh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja, fol me shpallje. Dhe gjitha kjo çfarë thot? Është shpallje prej Allahut të lartësuar, është hadith i saktë, që thot: Allahu i lartësuar do t'i mbledh njerëzit në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, nga i pari deri i fundit, me një fushë të gjerë, me një vend ku do t'i bëj të gjithë njerëzit. Edhe njerëzve do t'ju afrohet dielli shumë afër, saqë njerëzit nga hallet të mëdha, nga bregat të mëdha, që s'mujnë më i përvallu, s'mujnë më me duru, folin me njëri tjetrin. Edhe i thonë: "A nuk po shihni në çfarë gjendje jena? A nuk po shihni në çfarë halli dhe çfarë derti jemi të madh? Pse nuk po e gjoni dikon me ndërmjetësu tek Zoti, që veç të filloj dita e gjykimit, veç të filloj me na marr Allahu në llogari, me na marr Zoti jon në llogari." Kjo është domethënë brenga njerëzimit në atë vakt. Domethënë brengat e kësaj jetës së kësaj bote, ekonomia, materializmi, dunjaja, bijnë mbi kombinimit. Vetëm brenga dyr është të filloj llogaridhënia. Por nuk është ka bëhet fjala o veç të him në xhenet. Veç të fillon ta kuptojmë ku e kena përfundimin. E frikshme. Domethënë njerëzimi në ato vështirësi që janë, dhe i thot dikush: "Le të shkojmë te Ademi." Shkojmë te Ademi, që është njeriu i parë, Allahu i lartësuar ka kriju, e ka nderuar baba i njerëzimit dhe let ndërmjetson ai. Dhe shkojnë i thojnë: "O Adem." Shkojnë tek Ademi njerëzimi, komplet njerëzit shkojnë tek Ademi. "O Adem, ti je baba i njerëzimit. Allahu të ka kriju me dorën e vet. E ka fryrë shpirtin e krijuar te ti. Dhe me lajket i ka urdhëruar me të ranë sejdë. Ka nderuar Allahu i lartësuar. Ndërmjetëso thënë, ndërmjetëso për neve tek Zoti. Ndërmjetëso veç me lyp leje që të fillon dita e gjykimit. Të fillon Allahu më na marr në llogari. A nuk po na sheh në çfarë gjendje jena? A nuk po sheh në çfarë gjendje të rëndë, çfarë brenga, çfarë derte, çfarë vështirësi jemi në ditën e gjykimit? Pra këtë njerëzimi ja përshkruajnë secilit prej pejgamberëve gjendjen në të cilën janë. Dhe Ademi alayhis salam thot: "Në gjeni me vëmendje. Thot Zoti im sot është zemëruar shumë, sikur më parë. Dhe asnjëherë nuk do të zemërohet kësaj. Zoti jam, Ademi alayhis salam, njeriu që ka qenë i nderuar prej Allahut të lartësuar, po e pohon këtë realitet të ditës së gjykimit. Zoti jam është zemëruar sikur më përpara. Edhe kur nuk do të zemërohet mas kësaj dite, më shumë se sa sot. Thot, unë e kom bënë mëkat, më ka ndaluar një pemë dhe unë kom rënë atë mëkat. Edhe pse Allahu i lartësuar ja ka pranuar pendimin dhe ja ka fal pendimin. Dhe është prej banorëve të xhenetit Ademi alayhis salam. Megjithse mëkatin që ka bëu, megjithse Allahu i lartësuar ja ka pranuar pendimin, thot: "Nefsi, nefsi, vetja ime, shkoni te Nuhi." Dhe shkojnë njerëzimi dhe nisen për te Nuhi alayhis salam. Thonë: "O Nuh, ti i dërguar i parë në tokë, që Allah i lartësuar ka dërguar pasi që ka filluar dhe përhap idhujtaria në tokë. Ty të ka qujtë Allahu rob falendërues. Ndërmjetëso për neve tek Zoti. A nuk po ne sheh në çfarë hallesh, në çfarë brenga jemi? A nuk po na sheh në çfarë gjendje jemi?" Thot Zoti im është zemëruar
shumë sikur asnjëherë më përpara dhe asnjëherë nuk do të zemërohet kësaj. Dhe thot, unë lutjen që e kam pas, që pejgamberët e kanë pas nga një lutje, thot Nuhi, unë këtë lutje e kam shfrytzuar kundër popullit tam. Dhe e ka ndi veten sikur fajtor që lutjen të cilën e ka pas të pranuar prej Zotit e ka shfrytzuar kundër popullit që Allah i lartësuar mi ndëshku. Dhe thot nefsi, vetja ime. Ulul azmi min rusul, Nuhi, o Nuh, edhe ti? Edhe unë, nefsi. Merë një moment, unë e ti ku gjendemi në listën e brengave në ditën e gjykimit. Thot shkoni te Ibrahimi, dhe nisën për te Ibrahim. Thonë, o Ibrahim, ti je i dërguari i Zotit, je El Khalil, i dashuri, i afërt, i miku i ngushtë i Allahut të lartësuar. Ndërmjetëso për neve tek Zoti. A nuk po na shën çfarë gjendje jemi? A nuk po na shën çfarë vështirësi jemi? Thot Zoti është zemëru si asnjëherë më përpara dhe asnjëherë nuk do të zemërohet më shumë se sa këtë ditë. Thot nefsi dhe i përmend 3 fjalë të cilat i ka thonë dhe janë nënkuptu sikur kanë qenë gënjeshtra, që në fakt nuk kanë qenë gënjeshtra, dhe mirë po Ibrahimi a.s. i konsideron sikur se fjalë i ka thonë ato sikur gënjeshtra. Nuk është koha që zgjerohemi për çfarë fjala, mirë po për 3 fjalë. E sa fjalë i themi ne, e sa pa kujdesshëm jemi në fjalët tona na për gjatë ditës edhe natës. Thot shkoni te Musa. Ta shkojnë njerëzimit te Musa. O Musa, ty Allah i lartësuar të ka folë drejt për drejt. Ka folë me shpallje drejt për drejt. Ndërmjetëso për neve tek Zoti, nuk po na shënë çfarë gjendje jena. Dhe i thot Musa, sot njëjtë, Zoti im është zemëruar si kur më përpara dhe asnjëherë nuk do zemërohet më shumë se sa. Sot unë thotë e kam vrarë një person pa të drejtë. Kur shku me nda mes atij pe Benu Israilëve dhe atë kriptiut, pe koptëve, e ka vrarë pa kast, domethënë pa qëllim. Thot e kam bëni një gjëna, thot shkoni te Isaja. Përmendon Musa a.s. pe pejgamberëve më të mëdhej të Benu Israilëve. Thot nefsi, vetja ime. Që Allahu i lartësuar e ka ndëru, ja ka zbrit Tauratin, i ka folë drejt për drejt. Ky Musa, domethënë ky që kur shku me lekel maut më marr shpirtin, e ka godit, domethënë ka qenë njëri madh, njëri trim. Musa a.s. me ato mrekullimet të cilat Allahu i lartësuar e ka ndëru, ja ka hap detin, e ka dalë triumfuz ndaj Firaunit. Thot nefsi në ditën e gjykimit, edhe ky pejgamber i madh thot vetja ime. Shkojnë te Isa dhe i thonë o Isa, ti je i dërguari i Zotit. Dhe Allahu i lartësuar je fjala e atij që ka krijuar Allahu i lartësuar me fjalën kun feyakun, dhe bëhet. Je shpirti i fryrë tek Mariemja, je krijuar në një formë të mrekullueshme, një mrekullinë e veti. Ju ke folë njerëzve qysh në djep. Kur ju ka thonë unë jam rob i Zotit, më është dhënë libri prej Allahut të lartësuar do të jem pejgamber. Shkon ndërmjetësot e Zoti, që të filloj dita e gjykimit. Këtë që to kërkesa ajo që të filloj dita e gjykimit. Thot nefsi, vetja ime. Nuk përmend asnjë gjëna. Thot Zoti im është zemëruar sot, sikurse asnjëherë më përpara dhe nuk do të zemërohet pas kësaj dite. Dhe shkoni tek kush? Shkoni tek i dërguar jon, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkojnë njerëzimi tek pejgamberi jon, vulat të gjithë pejgamberëve, dhe i thojnë o Muhammed, ti je i dërguari i Allahut, dhe vulat të gjithë pejgamberëve, Allahu i lartësuar t'i ka falë mëkatet e kaluara dhe mëkatet e ardhshme. Ndërmjetëso për neve tek Zoti, a nuk po shënë çfarë gjendje jemi? A nuk po shënë çfarë brenga të mëdha kemi rënë? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen e kuptimi i hadithit ku thotë unë jam zotriu i njerëzimit në ditën e gjykimit, shkon në arsh të Allahut të lartësuar dhe bjen në sejdë dhe Allahu i lartësuar ja mëson disa lavdrime, disa fjalë të mira, disa falëndrime me të cilat nuk i ka ditë më herët, me të cilat e lut Allahun e lartësuar e lavdron dhe i thot Allahu i lartësuar o Muhammed ngrije kokën dhe kërko, do të ipet ndërmjetësa dhe do të pranohet ndërmjetësimi. Dhe në ato momente pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ngrit kokën thot umetihim atëherë i thot Allahu i lartësuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam futi një pjesë për umetit tën që nuk do të dhënë llogari nga dera e djathtë në xhenet dhe e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hapsinën e xhenetit
e dy portave, domethënë dy skajeve të portave të xhenetit, thotë sa prej Mekës deri në Hajar apo prej Mekës deri në Busra, dy distanca të largëta prej masisë së mëdha të ditë të portave të xhenetit. Lutim Allahun e lartësuar të na bëjë për atyre të cilët hyjnë nga ato porta gjërësia të cilave është aq e madhe në xhenet me mëshirën dhe mirësinë e Allahut të lartësuar. Kjo është vëllezër një prej haditheve më madhështore, më të frikshme për skenave të ditës së gjykimit. Mirë po për mi kuptu besimtari që mes mi kalimin i këtë hadith të cilën sapo nështë shpesh e kemi dëgjuar, i kam zgjedhur disa prej fjalëve të tabeinëve për frikën e madhe që e kanë pas për ditës së gjykimit. Në krye të këtyre tabeinëve është Fudail ibn Iyadi, një prej dietarëve të mëdhenj, askeve të mëdhenj, kolosëve të mëdhenj të fesë tonë islame, e thot një deklaratë. Nga frika e madhe e ndodhive të ditës së gjykimit, shprehet kësaj. Thot, vallahi, betohet, vallahi, e fjalët e tyre nuk janë veç hajt, i them, fjalë klishe, domethënë veç i na mësuam i thonë çfarë i kena dëgju. Janë fjalë që kanë bërë nga bindja, fjalë që i kanë jetuar me to. Ta janë friksu aq shumë nga dita e gjykimit, ndërkohë që kanë qenë adhuruesit më të mëdhenj të Allahut të lartësuar, dhe kanë qenë për njerëzve më të ditur më sahabeve për Allahun e lartësuar. Dhe Fudaili shprehet kësaj, thot, pasha Allah, vallahi, për Allah. Më e dashur për mua është që t'jem dhe, apo t'jem një muri, që t'jem se sa t'jem në lëkurën e njeriut më të mirë në ditën e gjykimit. Qysh u shpreh kështu? Thot, më e dashur për mua është që t'jem dhe, mos të ringjallem, mos të merrem në llogari, mos ta përjetoj çat pritjet e të ditës së gjykimit, mos jem kandidat, a mos po shkoj në xhenem, apo në xhenet. Më e dashur për mua jam që mos isha hiç asgjë, isha dhe që mos të ringjallem, bëhem hije pluhur, edhe mbaron çështja ime. Kjo është frika e Fudailit që ndërkohë që ka qenë pe adhuruesve më të mëdhenj të Allahut të lartësuar. Më një herë tjetër shprehet kësaj, thot, sikur me i pej mundësia me përzgjedh me hinë në xhenet. Me hinë në xhenet. Sikur me i pej mundësia me përzgjedh më ringjall dhe me hinë në xhenet, apo mos më ringjall as pak, kisha me zgjedh mos më ringjall hiç. Qysh u Fudail? Nga frika e madhe e aty në skenave të ditës së gjykimit, asaj pritje, kalimit të siratit, kalimit të skenave të mëdha, është frika e madhe për veprat që do të merrem në llogari, po thot Fudaili, sikur të më jepej mundësia më ringjall e me hinë në xhenet, apo mos më ringjall fare, kisha pas dëshirë mos isha pe kandidatëve që ringjallen, po mbaron çështja atyre komplet, sikurse gjërat e ngurta zhduken, hije pluhun dhe smerren në llogari dhe s'janë as kandidat që merren në llogari, do të thonë shpërblehen apo të ndeshkohen. Fjalë të frikshme, fjalë që ta tërqethin lëkurën, ndërkohë që ne me gjithë kandidatin, do të thonë mundësinë që më qenë banor të zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj, ndjehemi sikur më të sigurtit e mo, sikur e kena marrë vizën për në xhenet dhe tash mo veç jemi këtu diskutuar për cilat grada të xhenetit. Lutim Allahun e lartësuar që ta bëj këtë frikë që t'i përmirësojmë veprat tona. Jo frikë që të çon në dëshpërim, po frikë që mi friksu Allahu të lartësuar, mi ripërtri pendimin, mi shtu veprat e mira, mu përgatit për ditën e gjykimit. Pastaj me një vend tjetër Fudaili ka thonë, thot, nuk i marr lakmi as një meleki të afërt të Allahut të lartësuar, as ndonjë pejgamberi të dërguar prej Allahut të lartësuar, për atyre të cilët e përjetojnë ditën e Kiametit dhe të merret e saj, e shohin ditën e Kiametit dhe të merret e saj, sikurse i marr lakmi dikuj që është hiç diçka, domethënë që mbaron çështja e tij dhe as nuk ringjallet, as nuk merret në llogari. Fudaili këto fjalë ka përjetuar. Fudaili ibn Iyadi, ky kolos i madh, dhe shokët e tij këto fjalë i kanë përjetuar. Nga frika e madhe për ditën e gjykimit, se çka e pret njeriu, po nuk është çështja hejgare, nuk është çështja hajt se na fal Allah. Çka nëse s'ta fal? Çka nëse Allah xhelozan? Allah zemrohet. Këtë pejgamber po thonë se në atë ditë Allah i lartësuar është më i zemruar. Dhe nuk do të zemrohet pas asaj dite më shumë. Çka nëse Allahu i lartësuar na sheh dhe nuk sheh në zemrat tona frikën dhe devotshmërinë prej tij.
Prandaj gjithsecili prej nesh duhet ti kthehemi llogarisë së veprave tona, ti rrim gati dhe ti përmirësojmë ato. Një prej dietarëve tjetër thotë Abu Sulejman ad-Darani, edhe ky pe tabinëve, thotë nëse një person i thot vllaut të tij, ka ndodhur një mospajtim, një kacafytje me fjala diçka, thotë mes meje dhe mes teje është dita e gjykimit. Në urt siratit ka me lyp hakin. Thotë ky person thotë nuk e din, nuk e njeh çka është sirati. Se në atë ditë sikur ta dinte se çka është sirati, kish me pas qef që kërkush mos më koni lidhen me to, as ky i lidhen me dikon. Pi frikës që vetëm të shpëton njëri në ditën e kiametit. Po ashtu një tjetër, Abdullah ibn Wahab, thot e ka marrë dhe e ka lexu një libër për tmerrat e ditës së kiametit. Thot i ka rënë fikt kur i ka lexu tmerrat e ditës së kiametit, çto dilli ju ka afru njerëzit, kështu çto. Thot masi që e ka lexu i ka rënë fikt dhe nuk e ka fol asnjë fjalë. Derisa thot ka ndru jetë pe atij momenti. Pak ditë kanë kalu dhe ka ndru jetë. Prej përjetimit të rëndë që e ka përjetu nga dita e gjykimit, do të tmerrave dhe frikës së madhe në ditën e gjykimit. Pastaj Sufjan al-Thauri, njëri prej kulosëve të mëdhej të hadithit, njëri prej tabinëve, e përmend, thot e ka pas një letër dhe e ka shkruar atë. Sufjan, e ka shkruar emrin e vet, si më thon, o Blerim, o filan, kujtoje qëndrimin tënd para Allahut të lartësuar. Dhe thot nuk ka kalu shumë kohë, vetëm se e ka nxjerrë atë letër dhe ja ka lexu vetvetes. Udhkur wuqufak bayna yadillah. Kujtoje qëndrimin tënd para Allahut të lartësuar. Pra, këta e kanë marrë llogari vetveten me llogari serioze, llogari të sinqertë. Ja kanë rëndu vetvetes më shumë se sa që ja rëndon ortaki ortakit. E kanë marrë në llogari se e kanë kuptuar se dita e gjykimit është hegare. Çfarë shpëton, çfarë ke shpëtuar? Çajo është fitoria e vërtet. S'ke shpëtuar, ke marrë fund. Allah na ruaj. Andaj këta njerëz pak kanë flejt. I fal gat natën. Andaj këta njerëz kanë agjëru dhe i kanë lidh agjërimet. Gati sa njerëz kanë menduar që veç po agjërojnë. Pastaj e kanë ndërprej dhe kanë agjëruar pet, kanë dhënë sadak, brenga atyre ka qenë ahireti. Shpëtimi. Pastaj është një pjesë tjetër ku thot Abdullah ibn Abbasi, ja përmendin thonë dy persona. Thot një person ka pak adhurime dhe ka pak gjunahe, ndërsa një tjetër ka shumë adhurime dhe shumë gjunahe. Cili është më i mirë? Thot la a'dal bis salamati shay'an. La a'dilu bis salamati shay'an. Nuk e marr në konsiderat, nuk e krahasoj me ata që shton për gjunaheve me kërgjë tjetër. Pra thot, më e mirë është ai që ka pak adhurime, po ka pak gjunahe, se sa dikush që ka shumë adhurime, po ka edhe shumë gjunahe. Pra kanë qenë të kujdesshëm vllazën për gjunahet e tyre, për vënien e llogarisë për Allahut të lartësuar, e kanë pas parasysh vazhdimisht takimin me Allahun e lartësuar dhe vënien e llogarisë, dhe kjo është një prej skenave të dietarëve ose përjetimeve ose qëndrimeve të tyre në lidhje me llogaridhënien e ditën e gjykimit. Megjithse besimtari krahas frikës që duhet ta ketë në ditën e gjykimit ndaj Allahut, në ndëshkimin e tij, zemrimet e tij, në anën tjetër duhet të jetë i ditur që të menaxhojë mirë mes shpresës edhe frikës. Në jetën e kësaj bote, përderisa je i ri, je i shëndosh, duhet ta dominojmë frikën, në mënyrë që të shpejtojmë në pendim, të nxitojmë në vepra të mira. Ndërsa kur besimtarit i afrohet më shumë afër xheli, ose ju ka rëndu ndonjë sëmundje për të cilës mbase e ka edhe caktim që të vdes, atëherë dominon shpresën më shumë. Pra besimtari në udhëtimin drejt Allahut të lartësuar është mes shpresës dhe frikës. Asnjëherë besimtari nuk duhet të ketë mendim të keq për Allahun e lartësuar. Përkundrazi, duhet të ketë vazhdimisht mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Ka dhe fjalë të tjera për dietarëve, të cilët thonë që më e dashur për mua është që
llogarinë të më merr Allahu i lartësuar se sa të më merrte në llogari nëna ime, nga mendimi i mirë për Allahun e lartësuar, nga shpresa e madhe për Allahun e lartësuar dhe mëshirën të cilën Allahu i lartësuar e ka garantuar për besimtarët në veçantë. Prandaj besimtari duhet të menaxhojë mirë mes shpresës dhe frikës në udhtimin dhe rrugtimin drejt Allahut të lartësuar. E lutim Allahun e lartësuar të na bëjë prej atyre besimtarëve që janë sy hapur, sy qel, vigjilent dhe kujdesshëm me frikë ndaj Allahut të lartësuar dhe kanë parasysh vazhdimisht qëndrimin për Allahut të lartësuar dhe ditën e gjykimit. Dhe në ligjëratën e ardhshme do të flasim në lidhje me Haudin, në lidhje me Siratin dhe xhenetin dhe xhehenemin. Allahu na ruaj dhe na bëft nga banorët e xhenetit. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.